Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha kërkoi që oficerët e sigurisë në shkolla të jenë më të vëmendshëm për të reaguar në çdo situatë incidenti mes nxënësve në mënyrë që ngjarje të rënda të parandalohen. Ajo që na duhet në vijim është konsolidimi i rezultateve, thellimi i bashkëpunimit nxënës prindër mësues, staf akademik dhe agjenci ligjzbatuese ku programi do të luajë një rol mbështetës padyshim. Oficerët e sigurisë janë aty e duhet të jenë të vëmendshëm për çdo informacion apo incident, duke parandaluar në kohë ngjarje të pakëndshme, tha ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Këtë deklarat ministri e bëri teksa nënshkrua marrëveshja për fazën e tretë të programit forcimi i policimit në komunitet, i cili mbështetet nga qeveria e Suedis, i pranishëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda. Kryepolicia vuri theksin tek besimi i qytetarëve tek policia. Këshillat vendor të sigurisë publike janë një tjetër qasje pozitive për zgjidhjen efikase të problemeve dhe shqetësimeve të adresuara nga qytetarët. Të gjitha këto iniciativa kanë në thelb rritjen e besimit të qytetarëve te policia, pasi besimi është vlera që qëndron në themel të marrëdhënies son, tha drejtori i policisë së shtetit Proda tha se sot policia e shtetit është agjencia ligjzbatuese më e besueshme nga qytetarët dhe se ky institucion ka bashkëpunuar dhe bashkëpunon me shkollat, pushtetin vendor, grupet vullnetare për të adresuar çështjet e komunitetit për zgjidhje.